Përshëndetje të dashur teleshikues, duke ju uruar gëzuar 81 vjetorin e çlirimit të Lushnjës, po fillojmë edicionin e lajmeve. Festohet sot 81 vjetori i çlirimit të Lushnjës. Ceremonia u mbajt tek varrezat e dëshmorëve për të nderuar veprat e tyre heroike. Përkujtohet sot 81 vjetori i çlirimit të Lushnjës me homazhe dhe kurora me lule që u vendosën në varrezat e dëshmorëve, organizuar nga Bashkia. Të pranishëm ishin deputetët e Partisë Socialiste për Lushnjën Elton Korreshi, Kiduina Zaka, ish kryetari i Kuvendit dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Namik Dokle, ish kryetari i Bashkisë Lushnjë Gjergj Velo, veteran, pasardhës veteran dhe qytetar. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa u shpreh se vlerëson sakrificën e dëshmorëve lushnjar për liri. Sot përkujtojmë me nderim dhe mirënjohje të thellë 81 vjetorin e çlirimit të Lushnjës sot, një datë historike e cila mbart në vetvete sakrificën, qëndresën dhe idealet e një populli i cili zgjodhi të ishte i lirë, i dinjitetshëm dhe ju bashkua kundër pushtuesve. Sot, ashtu si çdo 18 tetor, ne vim pranë këtij memoriali për të nderuar me mirënjohje të thellë të gjithë ato bij dhe bija të cilët sakrifikuan jetën për lirinë tonë. Kjo ditë nuk është vetëm një datë përkujtimore, por është edhe një datë reflektimi për vlerat që kjo ngjarje na përçon, që është liria. Më lejoni të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar ditën e çlirimit, lavdi dëshmorëve të atëherët. Lushnja u çlirua në orën 8 të mëngjesit të 18 tetorit 1944. 220 dëshmorët lushnjar nuk kursyen gjakun dhe rinin e tyre për lirinë e vendit. Pasardhës veteranët e pranishëm në ceremoninë përkujtimore për dëshmorët e vendit rënë gjatë luftës antifashiste nacional shërimtare, kritikojnë brezin e ri. Mësoni historinë dhe kujtoni dëshmorët që dhanë jetën për ju, thanë ata. Pasardhës veteranët e pranishëm në ceremoninë e 18 tetorit ditës së çlirimit të Lushnjës nga pushtuesit kujtojnë dëshmorët me respekt dhe kritikojnë brezin e ri që ka harruar historinë, me të rinjtë të rejat që sollën lirinë që ata po gëzojnë dhe jetojnë sot. Familja Ahmet Shabanit i dha Lushnjës 3 dëshmor. Familja e Ahmet Shabanit ishte një familje me 3 dëshmor që kanë luftuar për çlirimin e atë. Edhe sot jemi mbledhur këtu për të festuar ditën e çlirimit të rrethit Lushnjës. I kujtojmë me respekt, me dashuri, se ata dhanë jetën për çlirimin e atë. Dua të them më mrapa, të thomi edhe njerëzve tanë, fëmijëve tanë, që ta kujtojnë këtë ditë për nder të atyre që dhanë gjakun për çlirimin e atë. U bë një vrejtje të gjithë të rive, sepse nuk majnë men asnjë lloj date, edhe këtë datën e sotshme që për ne rrethin e Lushnjës është një, si thonë asaj, është një kujtim për gjithë ata që ranë edhe dhanë jetën për çlirimin e atë. Për çlirimin e Myzeqes morën pjesë në luftime 3 brigada partizane, e 7-a, e 8-a dhe e 16-a sulmuese. Një nga aksionet e rëndësishme të brigadës së 16 u zhvillua në kodrën e Çukasit në Fiershegan, pranë rrugës Lushnjë-Berat në ditët e para të tetorit 1944. Nga forcat partizane mbetën të vrarë 16 partizan. Midis tyre Nako Bozo, Shaban Turku, Vedut Dakallari, Andon Basha, Shaban Çela e të tjerë. Nostalgjikët e diktaturës komuniste, kryesisht pensionistë që morën pjesë në festimet e ditës së çlirimit të Lushnjës, kanë kujtuar sot figurën e ish-diktatorit Enver Hoxha. Dita e sotme shënon 81 vjetorin e çlirimit të Lushnjës nga pushtuesit nazist gjatë luftës së dytë botërore. Por në festimet e kësaj date të shënuar për qytetin tonë nuk kanë munguar nostalgjikët e diktaturës komuniste, të cilët janë pensionistë dhe kanë qenë të pranishëm sot në varrezat e dëshmorëve për ceremoninë e përkujtimit të dëshmorëve të Lushnjës.
Enveroja gjëftoj, ndërtoj, punoj, edhe sot pjesin për Enverojën bota. Qartë tem për Enverojën? Do dohet të rikthesh? Urdo? Do dohet të rikthesh Enveri? Po, mi të ishte të shinqen 2 nera, publika i të ishte tjetëri. Se ka se mundësu kjo që është? Kjo që është? Po, mire. Edhe këj po, Enverojë, me Enverojën e kam takuar në 67 me Sullë Gradeci në Shkodër. Me Enverojën. Qa të tana gjë për jetën? I paruar qoftë. Vlerësohet me titullin qytetar nderi zoti Gjergj Velo, drejtuesi kryesor i pushtetit ekzekutiv Lushnjë në vitet 1975-1989. Zoti Velo, me reformat social-ekonomike, e ngriti Lushnjë në të njëjtin nivel me rrethet e mëdha të vendit. Në ditën e çlirimit të Lushnjës, u vlerësua me titullin qytetar nderi Gjergj Velo, drejtuesi kryesor i pushtetit ekzekutiv Lushnjë në vitet 1975-1989, një emër i dashur dhe i respektuar për qytetin e Lushnjës. Ai drejtoi disa reforma sociale ekonomike, si rritja e numrit të pallateve për strehimin e popullsisë, përmirësimi i kushteve të mjediseve, të institucioneve arsimore, kulturës e shëndetësisë, duke ngritur Lushnjën në të njëjtin nivel me rrethet e mëdha të vendit. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa prezantoi një video me përmbledhjen e punës që i ka bërë për zhvillimin e qytetit të Lushnjës. Është kënaqësi, por edhe emocion njëkohësisht që në këtë aktivitet të kem mundësi të jap një çmim, një titull atë që është dhe më i lartë i qytetit tonë, patjetër në bashkëpunim edhe me Këshillin Bashkiak, të një njeriu vizionar, të cilët nuk i kanë folur fjalët, por i flasin veprat. Çdo ditë në përditshmërinë time kur unë takoj qytetar të ndryshëm dhe flas për punët e bukura që duam të bëjmë në Lushnjë, të gjithë në fund më thonë vetëm një fjalë: bëj vepra të mëdha ashtu si Gjergj Velo. Të gjithë ne të rinj të Lushnjës jemi rritur me emrin e tij, me punën e tij dhe me përkushtimin e tij. Në këtë prezantim të videos që ne pam se sa vizionar ka qenë ai, që nga planet rregulluese të qytetit, që nga infrastruktura që ne e trashëgojmë edhe sot, nga ndërtimet, por patjetër nga infrastruktura bujqësore. Prandaj dhe të jesh një nga ata të cilët do të kesh mundësi ti japësh këtë titull Gjergj Velo sot, është edhe nder, edhe krenari, edhe kënaqësi. Titullin qytetar nderi zotit Gjergj Velo ja dorëzoi kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima. Duke të falenderuar për gjithë kontributin që ke dhënë për qytetin tonë, dhe duke qenë se je shembulli më i mirë për çdo që pretendon të bëhet intelektual dhe kontribuoj po për këtë qytet dhe të lë gjurmë, kam nderin të jap certifikat si qytetar nderi. Zoti Velo, i cili është dhe kryetari i organizatës së dëshmorëve të kombit, i emocionuar shprehu falenderimet për këtë vlerësim të madh. Kjo certifikat nderi që më dorëzohet nuk më takon vetëm mua. Jo, i takon tërë qytetarisë së mrekullueshme, lushnjare. U takon gjithë punonjësve të përkushtuar të fshatit dhe të qytetit, që atyre kohëve nuk kurshin asgjë për siguruar realizimin e tejkalimin e detyrave në zhvillimin e saj dhe të shtetit. Si ish kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrjetit Popullor të Rrjet, isha thjesht një drejtues i kuadrove, i specialistëve dhe i punonjësve të palodhur të Rrjetit. Për zhvillimin ekonomik të qytetit të Rrjetit, vëm gjithçka, dijet tona, vullnetin, shpirtin, s'dinim ç'ishte zvarritja e gjerave, s'dinim ç'ishin mos më njohen ndaj njerëzve. Por, a mund të bëni më shumë? Natyrisht që edhe mund të bëni. Por, gjej rastin të kërkoj tërë lushnjarën që në të kohë personalisht kanë kërkuar një mobilizim total të punonjësve, të kuadrëve, të specialistëve, të mësuesve, të mjekëve, por edhe një mobilizim të tejskaqëm.
Qendra Kulturore e Fëmijëve me rastin e 18 tetorit organizoi një koncert me këngë vjersha patriotike. Lushnja sot feston 81 vjetorin e çlirimit, dita kur qyteti u çlirua nga pushtimi nazifashist. Për të kujtuar këtë ngjarje të rëndësishme, Qendra Kulturore e Fëmijëve ka organizuar një aktivitet me këngë vjersha patriotike. Primata me zemër plot, çliruan vendin me pushk e Zot, kalon flamuri kuqezi, këndon populli me krenari, lambi dëshmorëve, pa pushim, që na lan këtë agim. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, përshëndeti të pranishmit dhe theksoi se koncerti është në nder të 18 tetorit. Përcjell shumë dashuri, si nga fëmijët edhe nga si prindër që ju kemi gjithmonë prezent. Faleminderit për prezencën tuaj. Në këtë kështu, ky koncert është në nder të 18 tetorit, ditës së çlirimit të qytetit tonë. Kemi përgatitur disa numra artistik, simbolik, shpresoj se do të kënaqen. Prindërit, mësuesit dhe bashkëmoshatarët e fëmijëve u emocionuan kur dëgjuan interpretimet e bukura të artistëve të vegjël. Dhunuan policët dhe oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit. Prokuroria e Fierit dërkon për gjykim dy nipërit e Agron Kaplanajt dhe një tjetër. Goditën oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit. Prokuroria e Fierit, pasi përfundoi hetimet, dërgoi në gjyq shtetasit KK, LK dhe GK për veprën penale goditje për shkak të detyrës në bashkëpunim, parashikuar nga neni 237 fraksion 3 dhe 25 të kodit penal. Në përfundim të hetimeve mbi procedimin penal numër 509 të vitit 2025, të kryera në bashkëpunim me policinë gjyqësore, u arrit të provohet se më datë 15/4/2025, punojësit e policisë pranë forcës operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë, së bashku me oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit, kanë shkuar në qytetin e Fierit të planizuar me shërbim me qëllim kryerjen e veprimeve hetimore. Gjatë ditës, sipas dinamikës, kanë lëvizur në vende të ndryshme në qytetin e Fierit, por në këtë datë punojësit e policisë janë ndjekur dhe më pas ndaluar nga të pandehurit, ku pavarësisht prezantimit të tyre si punonjës policie të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin, me veprime aktive, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj oficerëve të policisë për shkak të ushtrimit të detyrës së ligjshme të tyre. Në lidhje me ngjarjen e sipërme, të pandehurit janë arrestuar në flagrancë dhe janë hetuar me mas sigurimi arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier mbetet e angazhuar për të garantuar veprimtarinë e rregullt shtetërore, autoritetin shtetëror dhe shëndetin e personave që kryen një detyrë shtetërore nga veprimet kriminale. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.